I thush njerit, fal namaz vëlla, o të vëlla. Allah raki po pi, ku mu falë? Ani, ti raki është keq të bua, po falu. Ti aje të shku udhët qia, po, ani krye namazin. Mos jam shëll vetës derën e të mirave pse je keq. Ani kjo gabim është. Njeriu për shkak të gjunohet, më jam shëll vetës derën e adhurimit, kjo është sherr mi sherr. E keqe mi të keqe, që s'ban me bo këtë punë njeri ato. Prandaj, mëkate që e duke bo, gjunohet që e duke bo, atë vjen keq që e duke bo, po. Po në qufë se nuk largohë që i mëkat, me namaz, me qka kemi largohë vëllat? A din qka i bjen 5 herë Allah me thirë ti me thonë, jo s'kam vak njerëzët. Mire më falë, të lëmë ti që më falë vëllat. Po s'kryt puna me qika që vëllat. Namazin nuk ka mirë më falë. Aj që thot mirë më falë, gabim e ka. Qysh mirë, po gabim e ka. Nuk ka mirë më falë, barë që më falë. Lejtë ato mire, lëmja që po këtë fjallë, se kanë venin këto, që se të vjenë sinqerisht keq për gjunojnë që të e bua. Atëre, një maja vetës tonë dhe madhurime. Nga sa të me lijen Allah Gjallahu Ala, qesin stëmë. Por në qofë se njeri unë asë i punë mirë nuk e banë, për unave të Allahut Azza Gjell. Dhe në vazhdim si unë gjunojnë, kur shpresohet që ky njeri ka me dalë për kësaj krize? Kur? Kurrën e kurrës. Ai vetë shkëndu ku zhyt, ma thellë. Për këtë arsye do të thonë, mos gabo, merre këtë rregull. Mos gabom jam mshël vetës derën e adhurimeve për shkak gjunave që ke bërë.